Për 5 net nga 15 deri me 19 korrik, sheshi Adem Jashari mirë pret Prishtina Gastronomi Festival. Një festë shijeve, kulturës dhe muzikës live. Nga gatimet tradicionale e moderne te aktivitetet familjare dhe hapësirat për fëmijë, ky është vendi që këtë fundjavë të kaloni mbrëmje të veçanta për të mbështetur edhe bizneset lokale dhe për të përjetuar mikpritjen shqiptare në atmosferë festive. Sa i përket organizimit festivalit, kërkon kogja punë, kogja mund, kogja kohë për mu organizu ky festival. Mirë po, duke pa interesimin e njerëzve dhe duke ditë sa i dashur është ky festival për qytetarët e Prishtinës edhe të Kosovës në përgjithësi, atëherë po na vjen pak më lehtë me organizu. Çdo natë bizneset ndryshme, shefat ndryshëm do të gatuajnë ushqime për degustim për qytetarët e festivalit, për mysafirët. Gjithashtu, çdo natë do të ketë edhe muzikë nga këngëtarë të ndryshëm të skenës tonë. Si çdo vit, diaspora është ajo që e don shumë këtë festival. Vitin e kaluar, meqense nuk e mbajtëm festivalin, kemi pas mesazhet pa numërta kur do të mbahet festivali, ne dojmë të planifikojmë pushimet ato ditë. Edhe kjo na shtyt edhe na motivoi më shumë për me organizu patjetër këtë vit. Unë kam jetu në Amerikë për 25 vjet. Edhe viti i parë që po takoj kaq shumë biznise të Kosovës me prodhime vendore dhe me qenë pjesë e tyre jam shumë krenare. Zdia e është prodhime vendore specave të Kosovës, që kom pa në Kosovë kishin mungesë sosave djegës. Për shembull, përdoshin siraqen, tobaskon, mendoj që prodhimet vendore me specat tonë të Kosovës kanë mungesë shumë për sosa pikante. Do të thonë që këtë njerëz të hajnë sosin e djegës, po prodhime, do të thonë mënyrën e përpunimit specave, qepëve, do të thonë frutave, perimeve tona që i kemi për me përpunu një sos djegës, është shumë e rëndësishme se milion ato speca me shpu poshtë, se kemi mësu veç ajvarin, ose i përgjitim që ato speca dhe i lojmë që ashtu, edhe ideja ime ka qenë me fillu me prodhime vendore, se jam autore librave të ushqimit, kom publiku 5 libra në gjithë botën edhe mendova diçka që ka mungesë Kosova me shtisi prodhime. Jo vetëm specat e djegës, po edhe menoj që edhe shumë prodhime tjera që kanë mungesë, domethënë Kosovë, që shpresoj që kanë marrë së shpejti. Unë jam shumë e lumtur që sot si pjesë e këtij festivali kaq të madh, jam pjesë dhone me fundi. Edhe kam marrë një mundësi shumë më mirë për promovimin e produktit tonë, meqense është prodhim i ri, është ide e re edhe është diçka ndryshe. Neve njësa me mujtë mi shiju, mi pa dhe mi ble. Në fakt na jena përpunu spurdhës, jemi të bo domethënë purdhat, i bojmë në formë qipsit. Ka më bo dhe lusimi i produktit, momentin e ata tanë mi shiju, na dim që nuk kemi të njoftun për shijimin e të purdhës, ama ka më konë mundësi e mirë të di që purdha ka shumë proteina, ka shumë sende që është ma shëndetshme, edhe është bisnetave ma shëndetshme krahasi me qipsi ose produktet e tjera që bëhen prej kompirit. Kisha dash më orë, mi pa, mi shiju edhe ma sa me vendosim.